Si fillim, roli që ka vetë DPSHTR-ja në lidhje me mbledhjen e taksave, kuptohet që përcaktohet nga ligji për taksat kombëtare, gjithashtu dhe udhëzimet përkatëse, dhe bëhet fjalë për një rol i cili është i lidhur me llogaritjen, argëtimin dhe transferimin në buxhet. Pra është një agent i cili bën të mundur vjeljen e taksave. Por gjithashtu vetë DPSHTR-ja është angazhuar për të sensibilizuar kryesisht për ndërgjegjësimin e qytetarëve, pronarëve të mjeteve në mënyrë që të paguajnë taksat në kohë. Këtë gjë e bën nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet kanaleve të komunikimit, nëpërmjet mediave. Gjithashtu, përveç kësaj, ka edhe një proces i cili është i lidhur me njoftimin në kohë reale të pronarëve ose debitorëve të taksave. Në momentin që përfundon afati i vlefshmërisë së taksës, njoftohet automatikisht, pra kjo mundësohet nga sisteme të cilat janë të integruara dhe me e-Albanian dhe bëjnë të mundur njoftimin e debitorëve në momentin kur kalon afati një vjeçare. Sa po kalon afati 365 ditë, brenda 10 ditëve është një periudhë paraprake dhe më pas vjen një njoftim automatik në e-Albania tek mesazhet e mia. Pra është forma ndërgjegjësimit, njoftimi, gjithashtu dhe bashkëpunimi me institucione të tjera, dhe kjo është pjesë e fushatave të DPSHTR-s,